E dash me shaj dikon unë e marrë në telefon edhe shajmë ftyrë. Ore, Kom nevoj mi as thonë në telefon edhe si shash telefon, si të shash në internet i lloj është të shok. Problemi është kush takon shat përballë, se në për telefona e në për internet mund të shash gjithë. Problemi është me shajt përballë. Dakor? Kjo është. Unë kam bajt shumë si Çfarë fitimi ka njeri për sharjeve? çfarë fitimi ka? Po. Njerëzit që janë pa punë, ndarke kalojnë kohën, ose njerëzit që janë lodhur në punë, vinë ndarke, ku ka sharje sonde, ku shikojmë spektakël, shikojmë nga Klajt Kurti, pap kalojnë nga unë. Nëse mra më ku është spektakli nga Semi, pap kalojnë nga Semi. Mas nëse mra, kjo është spektakël. Po dakord, po pse nuk bën ti për shembull spektakël me njerëz që nuk janë shqiptarë? Qysh Prishtinë ka herë do të huja që s'pe kuptojnë shqip ti po t'ja fut. Po se nuk kuptojmë gjuhë të ndryshme, edhe se ne na rrit në fshat kena mësu gjuhë peskarash edhe gjuhë pespidhash. Shaj t'hujt shqipti. Ai thot thank you, se kupton. Po po pse i shan shqiptar duke kuptoj? Kush është tingri? Dakor, nuk e ka fuqitë tua, po ti e di se sa fuqi ka tingri. Po. Gjave? Dhe nga që tingri më ka një mu se tingri rina në... Atë ka thonë ai me shajt, atë ka thonë ai shajt. Tingri më ka... E ke edhe i shok ti shumë tafërt. Ha? E ke edhe një shok tjetër ti tafërt. Atë me mjekër, shikojamin ai. Po, le më s'ja përmendin emrin, po. Atë ka thonë ai në herë del shaj. Zbesoj. Ore edhe tingri se më ka thonë dele shaj, tingri më ka thonë, o Klajt, unë ka musim me t'një mu, pak të mos me ngel për buk edhe për benzin. Kurse, por se qa bot ti, se me ka shash ti, kur di puna për ke varezat në një vorë ta kam borzhune. A kupton? Hallet ma tjerë nuk i baj ma unë, ka thonë. Kash, unë nuk dalë për TikTok më shajt, se ka familje burri huj. Por tani, këto ne thojnë Semi, Aleksi, mirë mërë ti pa e zemë ti lem ty. Okej ti. Se vina e gjuna e TikTok, ti ne e zhe dhe shofi njerë tanë. Por, a i burri huj në Amerikë, nuk e ban as me shajt njeri, as i është i vetëmi shqiptar nga Korqa, që mu a i s'ka lidh as me TikTok, as me as i gja. Thjesht a i ka vujt njëtën e vetë, është ka shku ku ka rrit, edhe më një mon mu është. To da një thojnë, ki a i. Unë jam mërzit me lekbishë dhe jam gati ta... Se miresh me komente ti. Ora, të folë, e parupi për ditë për shket punë më shok, për mu, e ka pagujt ki, ka pagujt a i. A të folë për ditë, ma ka pagujt Semi, s'di pa adhët kurizë në shok, se ka met me ushajt gjithë ju në shok. Ka vazhdu nga ti pari, e ka lekbishë a i funit të bishë, s'kom rrug tjetër unë, se të rritë baj adhët e dunjas kurizë në shok. Qka thët a i, ty dvret, ti me nënë që na po të shtim? Po sepse shqiptare të në Londër, për shket gjajnë të më gjytë mua beshte, nuk gjukush për e të parupin as kushtes, po më gjynë mu vëzit e të parupit, po më gjynë njështë me lek, se s'tojnë e pagu filani, a ti gjynë dhe ne me lek, se ki për me lek në kratë tjetër o shok. Dakor? Po më gjynë njështë me lek mus, po më gjynë mu vëzit e të parupit, as po më gjynë e të parupit, se unë i dalë e të parupit, edhe kuj doj dalun takim, po mu po vinë njështë me pages, po më vinë nga 8 veta. Kush po t'i pagun njërë me pagun? E të parupi, kush po i pagun? Kush po i pagun? Që a erdhe në mërë dhe të parupit, a mëzu bet në ta për kokë të fmive, se unë s'kisha dalë atë natë. Mëzu bet si që nga herën e parë, herën e dytë, herën e tre herë që ha june, vetëm për i betimeve që më bërë. Unë tani s'dalë më mbet as njaj, ma, se që pësim as njaj. Kash, po e hangra me lek, e hangra. Klajt, unë... Po të thamë mirë sosh me shasëm, këshajt mu ma shumë të prej krejtve, e më këtë zerë video, unë ta kom lanë dhere se e lodhë, kur e lodhë i ki hek, po mos vazhdo mi shajt njerëz, shëri problemet e tua, halët e tua, mos shto halë, se të ki halë bëllë. Pse shton halë tjera ti? Pse shte halë? Po. Po sepse këto që i kam shajt njerë une, ty... Duke preshtu se ti s'ka në herë për famë, kë unë s'ka në vej për famë, se ti pas pat e famë me blenë me miliona.
To tjerët kanë ardhur gjithë për famë të unë për një shajta. Kur unë kisha famë gjaku, të doshin giftera, doshin gjana famë nga unë dhe morën famën. Kjo ishte arsye. Pasi pas këm hallon, qa hallësh kam unë, ma thyti qa hallësh kam unë. Hallë kam unë o bish, kur të thrasin mu vetën ati klet kurti, ti e filan një qëshan, po më keram shapshti o bish, tani o kërko falë, ose unë të shirat. To e që i hallë une. Jo hallë me njerëzit që po luftën e për TikTok, kush të lype ma shumë. Nuk janë hallë këto. Edhe kur të gjujnë, dakord, gjujnë për me fitu famë dhe për me fitu pushtet ke një njeri që s'ka mas një bështet edhe unë gjithmonë prej mbes. Nuk po gjuhe mu si se jam në i trim, apo më gjuhe në i trim. Dakord, se tani janë shatë gjithë të njerës të une. Mirë unë që shakum, po a i në El Parupi që a shajtë Alex Vishën. Ato janë punë të ty në vëlla mos na përzi njerëz Po në këtu. shajtin e mërtim, o shoku, në mërtim e shajti. Ta bëj një pyetje në ty. Ora shajtin e mërtim, jo ja shajtin e mërtim, se sa ke fut klet kurtin. Dëgjon. Një javën tjetër po hapet gërgërri, edhe do të kalojnë shumica njerëzve anena. Çka tani me bota tani ju që mbetni në TikTok? Tani me vazhdu mu shajt? Une nuk më vesh as nga gërgërri, as nga berberi. Unë bish, kësa e zhurë me që i kam hi, unë dresa kinezi, falendere kinezin, dakord? Dresa tjetë kinezi, gjallë, unë me këtë punë të mërën. Kur desin kinez, do vdes dhe une. Shu që uri me gërgëri, unë do hapi gërgërin, a kupton, po do hapi nga varezat noshta. Noshta së ma hapi për gjalli. Se pa hapi... Po, nëse vjen gërgër, s'ka sharje në gërgër. Oke, po e hapa gërgërin atje, ke varezat të kemë ma shumë une publik, se sa ju që jeni gjallë. Jo garante këtë gjallë. Edhe kështu ose, tani e bish, u të kisha dash dhe një herë, ta kisha pa TikTok-un t'u lam gjak njëni me tjetrin, në fund fare mi dhonë dore njëni tjetrin, me thonë s'ka ma sharje familjesh, nuk ka sharje ma fëmijësh, nuk ka sharje nëna shqiptare, nuk ka sharje gra shqiptare, o të shaj njëni tjetrin, rasti njëni tjetrin, kur të bënë burra këto, unë kam për të bënë djali më i mirë në TikTok. Kur shikoj këto që janë nga 50 vjeç, nga 40 vjeç, që janë burrat martum, janë me nanë, me gra, me fëmijë në shtëpi, edhe shanë për natë, njani me tjetrin, dakord, po unë si s'kam asnjë gjë, unë kam vetëm Zotin lart, se mos shaj dhon. Çka kanë më shumë se unë këto? Qa të bëjnë popullit dhe bedhune? Janë bo pak pidhrop dhun si këto në tipi triganti, s'kam qenë kështu. Janë boj qik pidhrop dhun me të thënë drejtën. Ata bëj pyetje. Shtat me të pyetje, urdhro si urdhro. Nëse e shef një person që u nal para një murit edhe i bjen murit me kokë, tum, nalesh edhe ti i bjen murit me kokë, Edhe unë të vej gara me ta, kush i ke ma shumë. Ka maru ki ma vej, që të thanë ti? Se ki ma pesa ma mira mujt me kokë, koka e kokë unë? Si kujtove ti? Atëherës kur janë dy makina që shikon dy quna rrugash në rrugë, që janë të dy me makina, pse parek monon të parakale një tjetëri? Unë jam si puna aty në dy qunëve më rrugë, që janë me makina bashk, e shikoj njëri tjetëri shtremt edhe kush makin qes ma shumë. Shu jam une. Po, vistani njoni për njënës makinë ullet gjami edhe aje nëzër atë lejën e policisë, a i ke pa në për video, edhe këtë tjetër i ke lenë policës. Ja, unë i të pa kofë kur të që tjetë, kur se vete prej ka cak e ulli. Pa kanë ba mua të gja, unë jam plet kurti. Pse kam, ta bëj një pyetje pak, pse kam ngell vetën une? Pës pak, ti e moshe madhe dhe marrë, pse kam ngell vetën une? Si nga fisim, si nga kushurit, si nga shoshnia, se unë shoshnin më të fortë kam pas Shqipëri, shokët më të fortë kam pas Shqipëri, në kudo, në burg, i jashtë. Pse kam ngell vetën unë, ata mërmejnë aty. Qa ke kuptu ti për shemë? Nashta ki zgjedh vetë atë që të ka ndodhë me atë vajzen, me jetun që të citanën. S'ki dasht me nejtë afer njerëzve që mu marë me ta përkujtu ose mu marë me atë lafë. Po pëse janë largu, a kuptoj, unë kam dash me ne qëcitime, po pëse janë largu njerëzit, pëse ta mërmenja ty? Po ka arsyet ndryshme pëse tu kanë largu njerëzit, a u këtën? Zdo me thonë që njerëzit tu kanë largu vetëm që ti e i keq, vetëm që ti shanë, ose vetëm që ti ofendon. Na shëjnë largu njerëzit dhe që kanë halët vetës, dojnë me pas halët tjera në barë, a u këtën? Se ke gjetë pra. A di pëse? Po s'moj në gjetëm që nuk njavën e ty për mi gjetë si qka ki ti njëtë private, njëtë personale, vëlla, po
Po me Okej, mbet atëherë gjithë njerëzit që më janë largu vetëm për këtë arsye se unë gjithmonë në sem, kur kam pat shtremtën, unë gjithmonë kam thënë shtuar se shtremtë dhe ti t'je sa të shokuim, ti s'ke me bë këtë gjë. pe qënë Gucci, atë fusim edhe Gucci-n. Putë janë. Osan, Selam aleikum. Aleikum salam. Më the kur të kem njetën që ati si ty do takohemi. Kur ke, qka? Kur të kem njetën tavan si ty fe do takohemi. Qka është e në tavan? Tregoj tavanin tënë. Ndjemi të njëjtin vende. Shif këtë timin o Gucci, sa mirë qanë, shif këtë Si timin. do ja bëm, do takohemi apo jo? S'ka problem, takohemi. Të shkruajta diçka tek numri, po nuk të punon. Ja kam bërë zërin këtij djalit se ka qef me përdor fjalor të pistë. Ke ardhë? Po, është të vërtet që ka dalë ai personi që ki shkru? po, edhe personin. Shqyr. A më ne e këtë Ti e din dorën tënde. I herë vit futë me ty ura, a ka për Apna len pak se ishim të folë diçka tani i kyqëm më vonë. Okej. Hajde, salam aleikum. Zoti Ma ju. e Aleikum vi salam. putë jo Gucci, para se t'hikë. Ma vash më tavanin. Na presh tavanin. Tani, si më ndoti që të shke puna ime? Po të pysim dhe këtë gjanë tjetër. Ive, puna jote si puna i çdo kuj, nëse njeri i këshyr punë të veta, e smirët me lafe tjerve, mundet me vazhdu jetën e vetë. Nëse dikush i shtin hunt, majtas djathtas, nuk po thëmë për ty, por jam të fënë përgjithësi, atëre njeri duhet mu ballafaqu me pasojat që i vinë. Ti nëse dan me lyp probleme, duhesh me konë edhe i gatshëm tani mu marrë me pasojat që ti shkaktojnë ato probleme. Po si do merr me pasojat nga Sot njerëzit, Klajt Kurti, nuk të vinë ball për ball më marrë me ty. Po edhe nëse vjen ball për ball më marrë me ty, vjen vetë i dhejti. Ke pati na herë që dikush i ka dalë tek pull njonit për paran, as njetën reale jo. Ose ka shku vetë i dhejti, ose s'ka shku hiq. Po që unë kam nuk i shef dhe vetë dhe një. Ka si bura që dalin ball për ball tek pull edhe ti thojnë Jam unë e burë, s'ka ashtu burësh, jam unë e, ajo më gjallë. po atëre, shife, na e kem pas një shprehje gjatë luftës, se thojshim, trim, duhet me konë budal për me konë trim. Se me konë i meqem, nuk ju gjuhet 10 shkijeve në atë gropën ku ishin të nejt një stikam, asi e quni ju, edhe me ju gjujt 10 shkijeve për jera. Ose je budal, ose nuk je trim. Okej, po kur vjen dikush ndër shtëpis, si ja boti? Kur të vjen dikush ndër shtëpis, është tjetër gjë. Po që ata që të vinë ndër shtëpis nuk të vinë tek pull. Këtë jem të thënë. Pa do rëftesh tek pulti, se ti s'ka kohë me mortir, s'ka kohë me mortir në telefon. Po pse me ardhën e tek pull? Ai kum kryu në hallet e mia që me ardhë mu taku me dikon tek pulla? Kur s'kom asnjë sen çka të bëj prej punëve të mia, problemeve të mia, ajo s'është për ngut asnjë sen. Unë herë do kur e takoj. Janë Okej, zotë që shtojnë. Qa emri ve TikTokut ti? Qa emri ke vu TikTokut ti? Të di TikTok. TikTokut që hapin shqiptarët, qa emri u ke vu? Që jo se më ka kuptoj. Qa emri ke vu TikTokerave shqiptarë që hapin live-in? Populli që hapin live-in, qa emri ke vu populli TikTokut, je populli që janë jashtë TikTokut? Po çdo kush që hap live-in e hap për një arsye. Po Ore qa emri ke vu nga këto që po ndodhin më shok? Ja, se më ka të kuptoj. Nga këto që po ndodhin, çka po ndodhin? Po si ku ka pas, ose ku ka shqiptar që mund të shahen si shahen TikTok. Ku ndodhen kjo jashtë TikTokut, vritesh me tjetëri. Në TikTok janë 500 veta, po i shahen 500 veta, thu hajt, hiku, mare, edhe aty hajt me koment aty, thot, hajt më thasë se më jep ki kush jam une. Kurse me ashat tjetin jetë reale, tani që... Klajt, unë e këmë thoni jare, krejt njerëzit që jënë pjesë e TikTokit edhe platformave tjera se
rrjetet sociale, krejt janë njerëz aktorë dhe aktrojnë. Unë të thash edhe më herët, s'kom pa la njeri në qëto 50 vjet e mija që ka pas guxim mi dalë dikujna tek pull për një problem. I ka dalë tek pull nashta për me marr hak, me nxerr gjakun e vllajt, motrës, babës, nonës, po. Po për qësi budallaqe që kanë TikTok, që kanë rrjetet sociale, s'ka birë none që e merr atë guxim mi dalë dikujna tek pull ftyrë në ftyrë. Unë jam tek pull ftyrë i dalë më të rrezikshëm i Shqipërisë që ka 1 milion hallë në kurriz, unë i dalë për atë, unë jam Klet Kurti, jam për Luznaje, datlinda 1988, 29 dhjetor jam. Kush doje për tek pull, po si unë dhe 50 vete me ardë dalë, se unë i njëjti jam, po për tek pull. Duhesh me pas një arsye për mi dalë dikujna tek pull. Duhesh me pas një arsye të fortë për mi dalë dikujna tek pull. Qa arsye të fortë, arsye TikTok, ku ka arsye të fortë TikTok? TikTok bësh dëgja për me pas një numër. Unë jam të folë për jetën reale, çfarë TikTokut jam me TikTok. Ore një të reale, nuk dhe këtë zanë, no shok një të reale, për plasesh marrove punët, marrë punë, nuk ka në TikTok dil këtu, dil atje. Okej, dakord, atëra a je dakord me mu që në TikTok aktroj njerëzit? Po pra, unë thash, po ta thash dhunë për gjithashtu, tani ka vazhdu të babë i qik pidhrop si tjerët, se unë s'kam pas dish me aktru, tani ka vazhdu të aktore pak dhe unë, se unë ka pas qenë drejt, me folë drejt para një muaj, ka qenë drejt, vetëm drejt, me mërzi se një shaja për shembull. Kurse tani kam fillu të bëmi qik pidhrop zunë dhe kam hi të artimi, dhe me thanë, po unë jam pidhrop vetun, nuk jam band, ka po band. A di që kësha pas dëshirë, Klajt? Kisha pas dëshirë me sulmu Shqipërinë apo Kosovën apo Maqedoninë apo ku ka vizë shqiptare me sulmu i shtet, edhe shtatrimat e TikTokit mi marrin thirr krejt. Unë jam i pari që vihe. Ish pak, kur ka pa fillu lufta në Kosovë, e pa të mbo listen, për një muj kënë bo 70.000 vetëm Zvicër e Gjermani. Kur erdhë momenti munis Klajt, as 10% që aty në listë nuk erdhen. Ke parasysh? Kështu në pache, janë gjithë fort, gjithë regjistrohen, gjithë janë të gatshëm munis. Po kur duhet munis, që aty o problemi tani. Ja duhesh me mush mrapa me bloku mirë, ja je trim budal edhe nisësh. Na që kena qenë atëre, kena qenë edhe tri, unë e ku marrë pjesë në luft 26-27 vjeqar, jena konë trima budal. Kena lonë edhe familjen e jena nisë për luft, për vatan. Kem pas edhe familja tje pleqe, kem pas edhe arsye, por edhe atje kur të shkosh, duhesh edhe aty me kon i menqur, sepse nuk vjen luft mu vrat njëjtën ditë. Nëse vjen luft vjen me luftu. Po me luftu me këtë. Për ndryshe, edhe ti, po thu, unë i dal njerit për ballan, ti del njerit për ballan, për paran, aje ka baltin ta fut në gjoks, pap edhe u kry muhabeti. Një dit, një orë, një minut. Do e kisha bos thirrje, do e kisha ta pranov zoti. Një minut, vazhdoj ajo trimëria jote. Po pra, po ku ta zhaj ashtu, unë s'po gjeve pluma në gjoks, s'po shoh pluma, unë po shoh dhe njerës, unë... Po ti, aje ka lyp pluma në gjoks? Po, pasha zotin. Po përse s'ja fut vetit plum? Kom dëgju. Zoti thot është me katë brazis vetin, po jetë shash tonë të qenë të shajtur, që ku kanë linë. Dëgju një live tanin, para do dite, ose para një jave, ke thanë që e kje një kokër që e futë dhe shkon. Bravo. Po pse se përdor atë kokrën edhe kryje këtë muhabet, valla? Po kur është gjendja për ta përdorë, bish. Kur atë ajo kokra përdoret, kur unë ta bëj damin e madh, përmes mi lidh më dur të kamet, e përdori, ose më Dubai. Nuk e përdori unë kokrën për hajna edhe për 10 veta apo 20 veta sa vinë këto. A kuptan? Unë garantoj, kush meret me mu vëtën po mbran, myllët goje, po më lanë gjallë unë jem ma kesh. Kjo është, këto kanë me mu.
Po ata që, o besër ju shtaku, përshëndetje, ata që nuk mirën me ty, pse ti mirësh me ta? Për shembull, për marr shembull veten. Unë sens të kom bë, kur kom pas mundësi të komunimu të familja çka po dion, ti ke dalë në kishaj 3 muaj ditë pa ndërprej. A unë isha unë me ty aty me Po, mua? këm shajt, atëherë, ty të erdhi dikush, të kërkon lek në emër tim? Jo. Po, në një person. Jetë prej tani, dhe unë, Atë personin ma qove ti veç. jo se njëfsha fare ato është ti. Po ti Po e njëfsha ato. A ma qove ti? Unë se njëfsha fare, më shok, si e qova unë, e qova ka shoku jotë? Jo, ti... Ku e njëfsha Lucianën unë, më shok, ku e njëfsha Lucianën unë? Pa folem për Lucianën është. Aha, thash mos pëthu për ato të Burrelit, a i kajt ka qena i Toni. Ja ato që i falë dhe, ato në qova me një mu, se kishte dalë për burgu, thëmë ka nda gruja, e që i moha me një mu, fjalla me një, se ishte në gjenjët kesh, e për Borrelli, unë thëmë për Lucianën nërte. O, Luciano, sa Luciano është këtu, klajt sa njerëz... Po, për ato, ati na mërzit bashkë në bishku, kina qanë unë ti dhe shoku jetë telefon që ose një fsha burë nuj fare, që kishte vajtë me mor lek. Dakord, ati ka plas, dhe me thanë, zhurma jonë. Sepse mu ti mrem qap direkt shkujte po ti si që njështë të ti, ku unë se një fsha burë nuj fare, unë asë di se ku rritaj. Ja për Borrelsin kam thanë vetë une me një mu, dakord, sepse e kishte nda gruja, e kishte marrë shpin, i kishte marrë gjitha, edhe ma dha shpërblimin muaj, unë. E kam një mu me 10.000 panda atane, palmiri ka morë, edhe e dha shpërblimin fund, qa bani. A i ne boni intrike më të madhë dhe me thanë. Dakor? Kurse për Lucianin i na prish dhe bashkë. Dakor, këtune, i na prish dhe bashkë. Edhe për lekët që ke një mu shpin, ke 6 sekund. Për shpin, ke thanë o kletë kurti, du me të një mu, ku më nodhi rasi ftyrës. Dhe unë të kam thanë, nuk du me një mu, unë du t'i bëj një dhurat familjes time, kështu ka qenë ma beti, se ke dash me mi pru mu më rëgullu ftyrën lekët. A ka qenë kështu? Dhe unë thash, nuk du me rëgullu as ftyra, si gjitha shtu një kam ditet me numrim, thash unë t'ja bëj dhurat familjes time, thash në dimën tane, që të ma japish ti mu, unë t'ja bëj dhurat familjes time. Kështu t'kam thanë. Leket kanë qanë përkë unë, dija mi i marë ato lek, edhe, se nuk ishin pak, ishin një ses me lek, dija mi i marë, edhe kisha morë hashet e mija. Kisha thonë ti të rëgullë ftyrën, do kisha prish ftyrën tjerë, dhe une, me lek, se këtu me ashtë lek sa më dhe ti mu, unë kisha fu dhe njërin dhe. Dhe unë thash, unë kam, unë ditet me numrimi kam, sepse se kam pas të shëndetin mirë, edhe thash, për e ma mirë për e për ndarë familjes time. Okej, masi që ja dhash familjes tonë lek t'ja bleva shpina që ka bona s'di gjaz vet, pse dole pëshajte një muj ditë rresht? Po sepse këtu pra më stresove ti se e ke pru tjetër direkt pa më pyt muti direkt e ke që ti. Unë s'ke një fsha fare burë në huj, ajte na pa ne bashkë live, edhe, ure më shkruj për ditë edhe se të shkruj. Mlidh me Samin, kur Sami i kam shkryt mesazh para 5 mujsh, edhe se ka kësi një mesazh. Që të kam pastan du të përfus që janë boks atë herës, tu jam mërzitë për ke boks, jam mërzitë me ti se pa të kërku. Unë sa mesazhet i marr në ditje me nis, mi ju përgjigj mesazheve çdo kujna, unë jes tu shkruaj mesazhe, nuk mira me punë të mia. Se çinonën edhe ti. Okej, më shok, po unë jem të thanë, ne na prish për tjerë. Kash. Unë se një fsha burrë nuj fare, burrë nuj vjen të thot ty, më ka shuk klejt kurti, si me na fut në sherr. Okej, qa kisha faj unë aty që njerë erdhe ashtu dhe... Po unë qa faj kisha? Po atë shajta unë e ty? Po jo m'akuzove më shok, ti edhe shoku jetë, edhe shoku jetë... Unë t'akuzova, unë të pyta, a është të vërtet? Jo, se më pyte se ti e ke shu se një mrapa kur burri uj sapte telefonin pastaj, kur burri uj sapte telefonin, dakord? Atëherës ti e kuptoha se o krejta e lese nga pas ka fut nga 3 ski. Shu ka qanë. Sa përqëndrushëm e shofin edhe hapjen, kur pe hapi ka siber për shofin këta në komente. Po sa miko e punana, jëtë ty, po s'kom qep shajt, jëtë as ty, as që shqiptar nuk kom qep shajt, po problemi është se... Problemi është këtune, problemi është këtu bëjsh se unë nuk jam duke nejti qetë. Olaf Drim, valë ma me këto shkresa Olaf Drim. Unë s'kam qef shaj as si shqiptar o shok, edhe atë të themi gjonë se
Ti ma përpara, më ke pas një kur pasit në rrugë? Jo. Okej, unë kam nejt 2 vjet në TikTok, kam flet në rrugë 2 vjet. Unë rria vetëm me këto shikusët, dakord, moza, nuk kishim ma bet tjetër në abish. As shaja njëri, unë i njifsha me Alex Vish në kam suportu dikur. Jo se ka pas në vjoj, po e ka pas ndjek. Unë dhe shoku im dhe dikush tjetër, të 3. Unë si kam kërku ndim as Alex Vishës, kam flet 2 vjet poshturave, si kam kërku ndim as kujt, as kam shet as i shqiptar. Kur nodhi rasti Hanxharit, duku futa me këto gjithë, unë duke pa këto se si shashin, njani një kun, titri një gja, edhe vazhdo edhe unë programin. Unë s'kam vazhdu, s'kam pas që shet me shqiptar në për TikTok. Unë me shet një njëri nuk e mzete gjumi. Dakor, tani po s'shaj një njëri, mu tani nuk e mzete gjumi. Kjo është problemi. Se në dikur me shet njëri se mzete gjumi. Këto mësun mu, tani po se shajta njërin, mu se mzete gjumi tani. Se këto këshu mësun mu, këto këshu veprun me mu. Se e ka mund, këtë se e ka mund të letë me shaj tjetëri se, ore, mund të shash filanin ti, jam dakord. Problemi është se shfaj ka gruja. Shfaj ka gruja ti për shemë, shfaj ka motra ti se ka hik lajdi apo ka hik tjetëri në TikTok. Shfaj ka fisja ti, dhe me thanë, unë shfaj as njerë me fis, po e kam fjallin, shfaj ka me në gjutë e a shajt gruën, për shemë djallit daje, quni gjaje, sa ku dion, shfaj ka, dhe me thanë, fisi. Edhe unë jam indërgjeshëm për këtë gjanë. Po kur e din çfarë faj kanë këta personat që i përmene tash, pse i shon njerëzit me Po ku më thonë mu, El Parupi që më thot mu ta kam punu gruën tane po ta punen në Itali, se këtu ka një sqarrim me El Parupi, fjalla ma e rana është kishim më kret njerëzit që kam fshat, fjalla ma trali ka mërë për El Parupi të shok. Dakor, kret fjallet ma trali ka mërë për El Parupi, të më thanë mu, shkodrante e mi, ta punen ti gruën atjene në Holland. Dakor që unë dilja... Pse nuk jartësohesh me njerëz në privat? Dilja të shaj atjerë, për ato që thot rrinë masavlijave që thot El Parupi, të dilja unë të shaj ato që rrinë gjasë marike masavlijave, sa to dalin me blinda, nuk dalin rrinë masavlijave. Dakor? Për këta ma tha muaj që dalë shaj tjerë, dhe me thanë, bia unë viktim, dhe unë e thash, klajt, ti rruj vetën, rruj qëtësin, vazhdo programi me El Parupin. Këtu ka nisë shoku. Po pse nuk i kërson gjanat me njerëz në privat, po në përmes live-it? Po i ka pëtat privat, mjap e emra t'i bu, edhe ma rej historia, edhe sot po ja them publikisht, mjap e emra se kush janë ato që shfryzojnë atë femër në rrugë, si shtot El Parupi, une nuk mere ma me El Parupi në shok, ka dale për gjaku, me mu, ditën e mirë, unë mere me ato që thot Eli që e shfryzojnë. Se e ka ikë me dëshirën e vetë dhe s'ka pas pidhë motrën a më kush mu. Dakor? E nuk ka shqiptar që ja merë kuj femrën tjetit, po s'deshti femra vetë. Dakor? Kjartëso me njerëz në privat, jo në live o klajt. Po, sëron privat, sëron qif sharop, qif shakta, qif shata, nuk ka sëqarim, sepse tjetit në vlerëson në zotëri. Dakor? Se me qanë të fort ditë fort bashkë, më ndën që ati thë njëni tjetit për mi shpetu plumit. Njani nga këto, kurse kur fol një që më veti një fort dhe një që dhe me thënë e qynë të dobet, është preja, hajtë më se ja shirëp ti. Dakor, leta një osem, se nuk kam faj unë këtë gja, unë thash, për nusën e Elit, për motrën e Elit, për nanën e Elit, apo për njështë të ati, më vjen kesh. E me në vetë kur jam jashtë live, se kur janë live ke atë mlefin, kur del jashtë live-it, robi ndërgjësot në vetën e vetë. Dakor, në live është njëri tjetër, kurse kur del nga live-i, ti pastaj thua, ti zotëri prit një se nuk ka faj as motra, as nana, as fisi, mu shajt, sepse ka hini tani në TikTok, do me bojnë emër me zërë, për shemë, po, zhe 2-3 viktima, 2-3 njërës të dobet, edhe i sulmon, edhe a i sot unë e mora hakun, po ti e mora hakun për vetës tate, po ti nuk e mora hakun për fisin, sepse të morish hakun, do të të abrasish një njëri. Dakor? Klejt, kur të kujtohen këto gjana që ki gabu, që i kishajt rapt, pse s'futesh apet live mi u kërku njerëz dhe falje për rapt? Ti që ka ki me personin, vazhdo me ta, po rapt, pse nuk hin tani kur të kujtohen? Po, s'futen ato që më kanë shajt mu? Aj, më klejt, unë të thash edhe jere, nëse ti
e shef njërin të i ra murit me kry, do mi ra dhe ti murit me kry? Po, thashur. Po atëre që ka me bisedu në ma? Po shqia po të them, s'kom që me thënë unë të drejtë po të them më shok. Tani, o të në linë shari gjithë shqiptarë. Nëse i ofendon njerëzit familjarët e njerëzve, e dukesh ma i fort, ki knaqësi, çka të shtyn mi ofendu njerëzit, pse nuk e shan personin vet? Po pse se më shalë më të vetë, po më shalë njerë që unë kam 19 vjetë, unë kam 19 vjetë, o zotri, unë kam 19 vjetë që s'ke shpitime më shok, pse mi shalë mu njerëzit që unë si shoh do të në sy. Po ka njerëz o klajt që janë që 25 vjetë në burg, si kanë pa prind e tyne, edhe s'kan vdek në burg janë, ata po rrinë në burg, ti e s'paku në lëri, ti po del, po ec. Po pasha zotin, unë në maj lumë, pasha zotin. Ski dokumenta me shku, mi vizitu prindët tu. Urdra? Po dhëmë, të dërgjosh ti që s'ki dokumenta me shku mi vizitu prindët tu, të dërgjosh taj që në burg, edhe kejt dokumentat një pas mundet me shku. Aj që në burg i takon ma shpejt se une. Unë s'ke do të Shqipëri më shok, ka në shqiptar me më shumë në Shqipëri me i taku. Njërë, si ta këtë do të në vlasni ma, vlasni. Qëka është arsye pse nuk shkon në Shqipëri se se di? Po kam frikë se më fusin në burg, jo se më gjynë me pluma, më fusin psiqiatri Shqipëri, si mi kam bo letrat gati mu zotri. Nga burgu, tak ka leket psiqiatria, si që ma bon këtu në Londër. Se mu më ka pru zoti 2 herë njetë, 3 herë, edhe me gjithë spatën 3 herë më ka pru njetë. Se unë erdha në Londër myllëm psiqiatri. Dakor, të kam pas planin me myllën Gjermani në psiqiatri, kam pas planin me myllë Itali. Nga Italia e u shdu, ka unë se e kuptova filmin, kam kalu 2 psiqiatria unë, edhe i psiqiatri në Shqipëri 3 psiqiatria. Dakor, nuk ka dënum që e ka bo burgun në Shqipëri, që e ka bo burgun në funin psiqiatri, kam bo burgun në funin psiqiatri unë në shok. Dakor, që unë si isha për psiqiatri, sepse i gjyja tjetin psik me shkum psiqiatri, se ka ligji kërkun, theren të burgosit rrifen, po s'mund ta shër tjetin psiqiatri. Psiqiatri e shët tjetin kur gaston qytetar në rrug, kur therë njerëz në rrug, pa lidhje për shembull, në publik, po jo se no zin 2 veta edhe do të shkojnë janë në psiqiatri. Unë kanë 5 vjetë që kanë dash me ma mor jetën, me psiqiatria, nuk kanë dash me mbrasët, ishte për shbram, kishin mbra mosem. Mu kanë dash me mbram sa ka. A jeti për psikiatria si e? Po tonë shqiptarët për psiqiatria në shok, i vesh unë, janë tonë shqiptarët për psiqiatri. Po... Ma gjithë shqiptarët ti si s'është për psiqiatri. Po si mundesh me konti klejt kur unë i shof do video që ti nis makinën, je shumë i vëdishëm çka flet, je shumë i shkallë, i lëvizshëm, atë natë që ju ki ik 7-8 personave, unë me pakon në vendin tonë nuk s'kisha mujt me ju ik. Ti ju ki ik. Po kam qenë 15 vjetë boksier më shok, po tani kam mos shti unë personat. Për atë arsye edhe po të pyes, ke qenë bokser, e ki fizikun, si mundesh me thonë Po se fizikun që në të psu, Urdra? Po si psiqiatri shkon ku nga smon një femër në rrugë, i vesh për, se nga smim është edukat të në Angli. Në Shqipëri nuk është edukat. Mi tha një femër shumë për shumë, sa e bukur je, është kulturë. Me i tha në Shqipëri, sa e bukur je të merë policinës dhe 2 milion lek gjopë për shemë. Për një thanje. Tu jemi, unë jam moshallah më shok, unë s'ka s'me qytetar. Unë ku veni ku jetoj quj si familje. Unë kur dal në rrugë, jam njëri, cilën bëj si që bo publiku. Pse jam për psiqiatri unë? Për psiqiatri quen kur unë dal në rrugë, po ju shkardava motrët sa publik jeni këtu, shpërndavni si jam une. Unë s'bëj këtë gjeste, unë dal, buongiorno, good morning, how are you, haragut, edhe nezi makinën. O Klejt, a përdor nda ilaç? Si kam ilaç, për nuk përdor asnjë gjë, pasha të madhin zot, as të lloj ilaç nuk përdori. Kam vazhdu të pi pak, me thënë drejtën, kam vazhdu të pi kote funit, se kam pa kundërshtarin tim që pinë, pi dhe une. A e kupton, jam, dhe me thënë, me kundërshtarin tim pim bashk. Zoti na falë, që me dhënë tani. Unë s'kam pi kur, unë as sigara, as drog, as alkohol, as i gjanë. Që ku m'la mimoza fillova, piva drog, grita bigjoz, piva alkohol, piva kokain, piva shash, fleta rrugave, unë mbyllëm psiqiatri. Unë ka nodhë këtë gjërat e këshia, që i kam veset e këshia dhe me thënë, na i herë, se nuk është i bëjë,
Unë sot për shembull, a ka mundësi me kam një 1.000 euro apo 2.000 euro aty sa me pi drog për shembull. Di me pi drog. Ku çefi im aty qartë. Rumun, me fërku në rumune, në braziliane, a e ka brasysh, menin e kam të hasmi qa menen ato, ajo tu gry nga poshtë, qa është di kam unë. Krejt, Por për psikiatris jam. o krejt, a muj me të dhonë një këshill. Po, Me qenë se je trim, si që po thu, që ju del njerëzve për balë, edhe i del tek pull, a bon ti mi ndalu sharjet e me prit momentin që kur të atakojsh personin XY, mi dal për balë edhe me tregu trimnin tane? po të kisha një person e 2 persona, po jo kur kam 1 milion, unë s'kam takat, për ashtu, zhanë, unë s'kam takat. Po një ka një. S'kam takat, me pranem, s'kam takat. Ti si jetu i shajt 1 milion, ti jetu i shajt 10. 5 milion isha, 15, sa t'je, nuk e takat s'kam me ndjek as njanin, me ju bo balë gjithë dhe ju bëjt, po mi ndjekja. S'kum qa bëjmë në shumë. Më rëvlan, dikot knena ti, nëse po thu jam trim edhe je i guximshëm mi dal dikuj na për balë, ti ndaloj sharjet e zgjedhi që ata që të kanë bot dëm, që të kanë sharë ma shumë ti, edhe prit ti në momentin e duhur. Po mos vazhdo me shajt, se me vazhdu me shajt ti del ma i ligë se aj që po shahet. Kur të marrësh më thuj të fali. U kryu, unë rish këshill. Okej. Unë tani dalë të rruga, shefa e tjetri, dalë të rruga tjetër, kam atë tjetrin, dalë të rruga, kam atë tjetrin, si, a kupton, si do i ruj unë këto ku unë kam njerëz që i shoh nështë me sytë e mi, edhe ato nështë du me mbo 1.000 këshia, po unë si di, ka të shohë për shemë. Ma gjiti mu një njëri që unë kam probleme, që më ka ardhë mu, më thanë atje filani ose o krejt kurti, shtu kena mu botë sopër se më karam qep. Ma gjiti një njëri, edhe unë ta ndjekja ata. Unë s'njo pastimër dhe unë s'di më kaj kam problemet më shok. Unë di kam hap ka dhën kinezi TikTok, po më shajti filani, se ka shok filani. Se mas krysh pëshjet filani, unë si bë logarit dhe shok. Se po t'i bëja logarit për shemull, unë di se merem për shemull me semin. Unë nuk e di se sa veta ka semi për mrapa. Kjo është problemi im, dhe me thanë, se nuk i ndaj zhanat une. Dakor? Tani unë se di se për kam vjen, unë e di që kur zje me semin, do vi semi. Jo në do vinë mu shok të semit. Tani qatë bëj unë, tani të rri une, do rri unë ndjeki dunja, ka të ndjeki une. Unë s'kam të ka të me ndjek as një, shok, unë thanë dila tje, dolla unë. Hangra spata, lopata, shpetova, mirë, falimderë, shpetova. Okej, bota është e vogël, njerëzit takohen. Unë s'takej do t'asti, Njerëzit janë lëvizje non stop. S'takej do t'asti më brazinë, se mbjem mu, s'kam shoqëri, nuk kam misi, njerëzit takohen kur dele, kur bret, une. Ta bëj një pyetje ma konkrete dhe ma drejt atëre. Ti mu më ke shajt me mu i tërë, edhe une nëse kom bë diçka, une të kom ofendu në telefon, edhe m'le mu e kape tjetrin. Po nalu të une pak. Une, me kushtet që i kam, s'ko mujt me gjetë dikon në Londër, ti e din sa shok ti kom në Londër. Kjo është arsyeja që unë kam dalu o bish, kjo është arsyeja që kam dalu. Ko mujt unë me gjetë dikon në Londër, që ty me të vërtet, me të bo keq, me të bo do me të thuj ka me dur, pa të thonë del life. Pa të thonë del se po të presin. Po me të kap, s'ko mujt, pa levizun e prej ku jam. Po se kom bo atë punë. Sepse une shpresoj që një dit, Klajt Kurtin do të atakoj në gjys metre para vetit. Edhe do flas me to që shumë të folë që tash live, do flas me ty edhe kur takohemi gjys metre njoni prej tjetrit. Pse se bën edhe ti këtë punë, vëlla? Çfarë urgjencë kiti mu marr me njerëz e mos me prit momentin e duhur mu taku me njerëz? Pse i shanë, pse ja ofendon ti, vetëm në gjatë mirë që... Tani ti mu në mkapish mu vesh me lek, në gjatë. Ora, do të ta themi që prese, do të dalë buzikat... Unë po them ku mujt me të kap, me lek, me kap. Okej, me lek po, por me kap kush me më thanë për shemë. Një gognena, për shembull, unë vetëm një gjatë që e kom patë ti që është pozitive të këto sharjet, ti nuk shanë fëmi, ti s'merë për goj fëmi.
Po edhe familjarët heki prej goje, merru vetëm me personin o vlla, siç i ki hek fëmijët, se ka shumë pisa shkërdhata që shojnë fëmijë natë e ditë, qysh i ki hek fëmijët, heki edhe ropt e personit. Merru vish me personin o klejt. Ja letëson pak edhe nervat vetit. Ore këtu ke drejt ti është shok. Pse nuk shanë fëmiti? Po atëherë gjë pak mu, të shash fëmijë dhe të shash vdekun, edhe nëse ti të ndjek dikush, do të thot që ti je njeriu i degeneruar dhe ato që ndjekin ti e njerëzit se s'kan as gjak shqiptari, as mëshirë, as një lloj, domethënë, nuk di çfarë flas për kësë vjen për vjedh nëse unë përdor. Ta kesh njëjtin mendim edhe për gratë e dikujna, edhe për nanat e dikujna, edhe për baballarët e dikujna që As nëse shaj skujt në bish. Unë po se më shajt i pari me familjen nuk e shaj asnjë, unë vjen tup. Ora pasha zotin vjen zor dhe kur shaj se më ka shpirti më i tunit për më shajt ti 20 herë. Me bë me hap me se me el paropin jam shajt. Ora osem, ata tha me gjak. Ata shajt në me familjen tiune. Shife, futi ropt e dikujna, ropt e mi për shembull, futi në listë bashkë me fëmijët që nuk i shanë. Merru vish me mu, shaje mu. Po shan personalisht fshat ti për ditë shirop thot më shak. Aja shive nona. Për ditë thot shirop thot. Për ditë tjeti më shanë më shok, ti i shkruan për shembull për një mohabet, ai vetëm shanë. Tani shat be, unë s'kam qenë më shat asnjë njeri më shok. Dakor, klejt. Shak, kujtove ti, unë s'kam qenë fshaj njëri, tani se njerëzit duan të shahen. Thjesht, po të pyes. Unë dësha pak Alex Vishen live e doja, a kupton, se du s'qare digjona me Alex Vishen, unë bëj dal, ti e ke shok, a ke mika që e ke puna jote. Kisha qenë mu put me sero e digjona me Alex Vishen, mos tot pastaj nesër sepse më shajti. Mos tot Alex Vishen sepse, është dal El Parovi do të për ditë ju mush me në shqiptarve që e pagun Alex Visha. Unë jam gati që Alex Vishen për... Plajt, Alexin nuk është këtu tash, Alexit shkrujnë në Instagram, Alexit nuk kam ku t'i shkryt as Instagram, as kuni se u s'kam as i kontakt me Alex Vishen, Alex Vishen nuk hap mesazhe njerë, as me mu njerë, jo, unë du të më sqaroj me Alex Vishen, edhe sqaroj këto njerëz që më shkrujnë më për ditë, ka pagujt Semit, ka pagujt Alexi, a ka mundësia të Alex Vishen, me zgjë me bën një be mu Alex Visha këtu në live, që se ka fol një herë me mu për punën e El Parupit. Dakor, sepse këto u shajten, edhe pastaj lanë gjanat në heshtje, se fjala na futi Klajtin probleme. A ka mundësi Alex Vishen sot nesër, po pres, se mas nesër nuk pres ma une. Vetëm e thanë që Alex Visha, Klajt Kurti, mi thanë, mi bo bejt paro, për që se ka fol njerë me mu, me shajt tune, atane... O Klajt, gabim e ki se ata e në shajt, se Alexi ka hi live të une, jo për ty. Ja, dhe tanë shqiptarët, këtë publikun që tanë shqiptarët, më thajnë më shdo ditë... Publiko, aq vlerë ka që ka nëzërin prej prapanicet, shkujnë ty aty o vla. Po mos ja shinonen, çfarë publiku, është memejo që është bo për çfarë arsye në shajt. Mos ja shinonen dhe ti Klajt që ka të shkujnë njerëzit. O shok, a ka, për pëse qaj kushton Alex Vishës, qaj kushton Alex Vishës me thënë, pasha zotin a më braft kuranja, për kokë të fmive, që unë me Klajt Kurti s'ka fol njerë dhe se kam cune, qaj kushton? Nuk e di unë çka i kushton, pse thotë, pse se thotë. Po sepse po më ditirojnë El Parupi me ashaj se më shkru për ditë mund, ke fut Alexi, thot. Po më ditirojnë El Parupi çdo ditë që unë qaj Alex Vishën, o shok, po më ditirojnë. Se për të sajmë thot pagun Alexi, çon lek. Unë hapa një trendi një herë, ma bo një dhurat, ma bo një James Bondi, se Jamesin ka një mu, se Jamesin të di se s'ka lidhje me TikTok, ka as me si gjaje njëri që rrivet në asë shatë me njëri. Mu më një me James Bondi, i thash hap me një Alex Vishë kam thënë 20 herë dhe kur s'm ka një mu o shok. I kam thënë Alex Vishë për ndim, edhe me më çopërtu një loj kam thënë. Alex as njerës më ka një mu, për në më hiku truni mu o shok. Gjave, James Bondi më hapja trendin, sa pa trendin a i qa është e loja atjene? Me ardhune me një adres falë sa ty të live jët e me të thonë, po të shanë tigri nga New York, a që ka jam një quni që e ki shok, beson ti qka po të shkrujun aty me adres falso? Unë njof tigri për shembu. Ha? Unë njof tigri. Po Alexi na e njef. Po njof Alexi, pa Alexi nuk i ka thënë përgjigje për të huj o shoku. Ti pa më shah mu se kam hi me Semin që s'ka lidhe Klajti Kurti këtu. Du t'jap këtë përgjigje o shok. Si, një lloj çanka si tigri si Alexi,
Po merre gjoj Aleksin kur është live një herë. Po me që të shpash, para që kam shkruaj James Bond, do bish, para që kam shkruaj i thash, e ka numrin e Aleksit, jo dhe se kanë hik Kosovë, tha, në janë më atim prezent. I thash gjithë pak se të flas me Aleksit, thash para se të vazhdoj programin tim, 66 ose 62. Gjove? Se do rrit pa unë llafet e publikut të shokut, ka pagujt ti, ka pagujt ai. Më kishi pagujt ti mu, gjove do të kisha kërku ti një blind, si del kevjo me blind, do të kisha kërku një shtëpi afër komisariatit, a kupton edhe i rulmun e çdo ditë marrë me bë punë të shtëpisë. Dakor? Kështu që natën e mirë, kur të folish me Aleksin, edhe të lutem, kur gjesh gjëna për mu, ka mundësi të reagosh, po se reagove, do vazhdoj programin dhe me ti unë. Natën e mirë. Natën e mirë, Kajt. Po të qarej unë. Okej. Haj.